Të nderuar gazetarë, unë ju falenderoj shumë që e keni nda kohën e juaj për me përcjell këtë konferencë të paralajmëruar më herët të lëvizjes vetëvendosje të grupit tonë parlamentar, lidhur me atë që ka të bëjë me leximin tonë dhe me interpretimin tonë me atë se kemi parë ne si vetëvendosje, akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili u nxorr dje mbrëm, më saktësisht nga gjykata jonë kushtetuese. Duhet ta kemi të qartë fillimisht që t'ja japim kontekstin e duhur kësaj që apo dua të them, të nisem pikërisht prej të gjitha veprimeve, pra t'ua bëjmë edhe njëherë një rikapitullim të gjitha veprimeve që i ka ndërmarrë lëvizja vetëvendosje, ashtu që kuvendi të konstituohet sipas procedurave tona kushtetuese. E para, lëvizja vetëvendosje ju ka përgjigj pozitivisht faktit që si fituese e zgjedhjeve edhe vetë kushtetuta jonë ja jep të drejtën fituesit të zgjedhjeve ta bëjë propozimin e kryetarit, në këtë rast kryetarës tonë, që e kemi propozuar, zonjës Albulena Haxhiu, që të zgjedhet në krye të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo nuk hasin në mirëkuptim, siç e dini ju, të subjekteve të tjera opozitare, dhe pikërisht qasja e tyre ishte bllokuese, sepse ata zgjonin të mos e votonin zonjën Albulena Haxhiu. Duke e pas parasysh që ne nuk i kishim automatikisht 61 vota për ta zgjedhur zonjën Haxhiu në krye të Kuvendit të Republikës Kosovës, atëherë ne ndërmorëm një seri të veprimeve të tjera, të cilat i konceptuam të nevojshme dhe duke i gjykuar si veprime të cilat do të mund të ndihmonin definitivisht të konstituimit të Kuvendit të Republikës sonë. Dhe njëra prej veprimeve, nuk do të harroni ju, është ftesa 2 herë me radhë e kryetarit tonë për kryetarët e subjekteve politike që të takoheshin dhe të bisedonin shtruar sa i përket krijimit të konsenzusit, edhe këtë që vetë gjykata kushtetuese e kërkoi, me aktgjykimin e saj, ashtu që të krijohej një marrëveshje politike në kuvend për të votuar edhe Albulenën si kryetare të kuvendit, por edhe në kryetarët, siç e dini nga radhët e partive tjera, sepse kështu ju takon atyre. E para, lëvizja vetëvendosje gjithmonë ka vlerësuar dhe ka theksuar që nëse partitë opozitare e bllokojnë kryetarin e kuvendit në këtë mënyrë, ne kemi thënë që i njëjti reciprocitet mund të aplikohet edhe për nënkryetaret e kuvendit dhe kështu nuk shkojmë askund. Kështu bllokohet, kjo është qasje bllokuese e Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe këtu na dha pikërisht të drejtë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, ju me siguri keni pasur kohën e mjaftueshme ta lexoni në të gjitha dimenzionet e veta këtë aktgjykim. Aty njëri prej ma të rëndësishmëve, prej konstatimit është që nëse hyhet në blokad për me kërku marrëveshje politike, se cili subjekt me se cilin, atëherë kjo nuk vlen vetëm për kryetarin e kuvendit. Një gjë që të cilën ne gjithmonë e kemi theksuar si vetëvendosje dhe partitë opozitare gjithmonë e kanë mohuar, duke ju thënë që për nënkryetare as që flitet, as që diskutohet, se kjo është e drejta e tyre dhe vetëm e tyre, kurse për vetëvendosjen nuk qenë ka kryetari mu zgjedh e drejta jonë. Kjo definitivisht u sqarua dhe edhe një herë, mirë po, ajo interpretimi i lëvizjes vetëvendosjes sa i përket kësaj pike, me që jemi pikërisht të kjo, sa i përket raportit të kryetarit me nënkryetar, dhe unë qëllimisht fillova pikërisht nga kjo pikë, sepse propozimi vetëvendosjes juve me siguri po ju kujtohet cili ishte. T'i vendosim të gjithë në pako dhe t'i votojmë duke mos ju përzier njëri tjetrit në emnat që t'i propozojmë. As ne nuk do t'ju përzijemi subjekteve opozitare se këtë do t'a propozojnë atë për nënkryetare apo për nënkryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Por gjykata kushtetuese, ne si e lexojmë është që kjo nuk është, le të themi, një instruksion i cili duhet patjetër të bëhet. Kjo është vetëm një paralajmërim që gjykata ka konstatuar nëse hyni në këtë rrugë. Pra nëse hyhet në rrugën e bllokimit, që pa konsenzus nuk ka asnjë konstituent të kuvendit. Atëherë duhet ta dini, ka thënë gjykata kushtetuese, duhet ta dini që kjo nuk mund të bëhet njanshëm vetëm për kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës. E dyta, nga ana e gjykatës, për pikëvështrimit të leximit tonë, është fakti që obligimi për të përfunduar konstituimin e Kuvendit është obligimi të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Nuk është përgjegjësia vetëm e atij grupit parlamentar i cili ka dalë i pari në zgjedhje. Se i pari në zgjedhje nuk do të thonë me dalëm i pas 61 deputet. I pari në zgjedhje mund është me dalë siç kemi dalë ne, me 48 deputet. Dhe kur i ki 48 deputet, kjo i bie që nuk e ki automatikisht mazhorancën, nuk është obligimi vetëm të fituesi i zgjedhjeve, ka thonë gjykata kushtetuese sipas leximit tonë. Pra, obligimi është i gjithëve. E tash apo më tregoni që kanë bë pala tjetër për me debloku kuvendin. E kemi lidhjen demokratike të Kosovës, e cila e ka qëndrimin më radikal, që nuk merr pjesë në kurfar votimi, nuk as për kryetarin, as për komisionin për votimin e fshet, as për kurfar ende të lëvizjes venduese. Mirë, po i keni edhe subjekte të tjera, të cilat kanë dhënë propozimet e tyre, dhe pikërisht për këtë arsye dhe që ne sërish, duke u përgjigjur, le të themi, me një dashamirësi si subjekt politik atë gjykimit të gjykatës kushtetuese, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti i ftoi në takim, sapo i ftoi në takim nesër kryetarët e subjekteve politike, ashtu që të bëhet edhe një përpjekje e re në krijim të konsenzusit të krijimit të marrëveshjes politike e nevojshme për themelimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Tjetra është që unë pash edhe dje disa prej opinioneve, duke përfshirë edhe ata që e mbajnë veten si me profesionist edhe të fushës, sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, leximi dhe interpretimi i vetëvendosjes është që përmes propozimit të votimit të fshet për kryetar të kuvendit në Kuvendin e Republikës tonë nga ana e kryesuesit zotit Avni Dehari, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa i përket votimit të fshet. Të gjithë ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit të fshet, unë mendoj që ata janë lexues të dobët të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Edhe kjo nuk është mirë. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurfar klauzule eksplicite që e obligon Kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. Edhe votimi i fshet është njëjtën kategori për nga legitimiteti kushtetues, po sikurse votimi i hapur. E ta shtrohet pyetja, kur e ka propozuar Avni Dehari votimin e fshet? Votimin e fshet e ka propozuar pas disa dështimeve dhe duke e krijuar përmes logjikës tij një përfundim racional se edhe të shkonim 100 herë të tjera nuk do të konstituojë në këtë formë Kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe pasi e ka ezauruar, numri është relativ, kërkon nuk shkruan do të me provu 7 herë, apo do të me provu 17 herë, apo do të me provu 100 herë. Zoti Dehari e ka ezauruar dhe si kryesues duhet ta kuptoni që i ka kompetencat absolute në këto interpretime, të cilat nuk kanë shprehje eksplicite në kushtetutën tonë. Për shembull, sa herë të provohet, sa herë duhet me provu kryetarin e Kuvendit. Nuk shkruan kërkon,
në kushtetutën tonë sa herë. Për shembull, pas herës 30 do të ndodhë një zgjidhje tjetër. Dhe zoti Dehari, duke e pa që kjo metodë nuk funksionon, e ka provu metodën tjetër e cila gjykata kushtetuese thotë është plotësisht në përputhje me kushtetutën tonë, që është votimi i fshehur. Prandaj ata që thonë që në votim të fshehur nuk kemi të drejtë, ata mendojnë që janë lexues jo profesional të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. E tash, ju do ta kuptoni po ashtu që ne nuk mund ta dim. Nuk mund ta dim se në çfarë faze hyn Kosova mas 26 korrikut. Ne nuk mund ta dim. Ne mund të spekulojmë. Po është edhe sot mëngjes një 10 interpretime të ndryshme se çka kjo i bie, prej zgjedhjeve të reja e deri te asgjë fare, sepse kjo nuk e obligon askënd. Nuk ka ndonjë mekanizëm kushtetues i cili automatikisht shkon zgjedhje, të çon në zgjedhje. Prandaj, ajo që desha të them është që më së miri dhe pas kësaj se si ne interpretojmë aktgjykimin, sidomos këtë që e ka thënë për kryetarin dhe për nënkryetarët, që ka reciprocitet dhe duhet me pas universalitet. Nuk mund të thonë vetëm vetëvendosja, vetëm këta e kanë përgjegjësinë dhe na vetëm këtyre nuk ja votojmë kryetarin. Po këta krejt do të mi kry tjerat edhe neve nënkryetar. Gjykata kushtetuese ja ka bë me dije që kjo është një çorrsokak. Nëse veproni kështu keni hyrë në çorrsokak. Sepse edhe ata i detyroni me ia zgjedh nënkryetarët e juaj. E apo më tregoni a ka situatë më e pahishme ku ata na i zgjedhin neve kryetarin e na hym me avçit një listë aty në për kënë kanë ata nënkryetar. Kjo është definitivisht e pa imagjinueshme me ndodhur në Republikën tonë. Pra, gjykata kushtetuese ka desht përmes aktgjykimit të saj megjithatë me rujt subjektivitetin e partive politike në propozimet e tyre, dhe e dyta, çdo propozim që ne e kemi dhënë në asnjë fjalë shprehimisht gjykata kushtetuese nuk e ka shpall antikushtetues. Domthonë çdo procedurë e tash këta unë dhe partitë opozitore, këta po insistojnë atë që votimi i fshet nuk o konë në atë skenarin kur unë e kumë përgadit atëherë si kryesi e kaluar e Kuvendit Republikës Kosovës, po ju kujtohet atëherë kur u përgadit skenari, nuk qenë ka kërkon votimi i fshehur, po as i hapur nuk është kërkon. As i hapur nuk është aty, nuk thët votimi është votimi kryetarit të Kuvendit. Metodat janë dy legjitime kushtetuese, i fshehur apo i hapur, sipas rrethanave. A kur thot shprehimisht i fshehur, është vetëm rastet caktuara, ajo është obligativ. Për ato s'ki nevojë me pas diskutime. E ajo është për shembull që tha gjykata kushtetuese për rastin e presidentit, për rastin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe raste të tjera. Për të nisur këto zoti. Ja japim fjalën. Për të nisur këto, jemi dytë këtu. Seanca ka nisur me 15 prill pikërisht me votim të hapur. Ka pas konsensus për votim të hapur. E ka bërë pikërisht zoti Dehari. Do thotë gjykata po thotë që ashtu siç ka nisur 15 prilli seanca e parë, deputetët duhet i jepin epilog kushtetues ligjor asaj seance të nisur. Do thotë edhe ti nuk e pas ke lexuar. Po bën thirrje për kompromis. Edhe ti nuk e ke lexuar. Po bën thirrje për kompromis. Ku thot në cilin paragraf gjykata thot do të më kthy në fillim të kuncelit. Seanca 15 prillit thot duhet të merr epilog kushtetues. Epilog kushtetues, shefe. Kushtetues ligjor se s'është zgjedhja ende kryetari. Jo. A ju keni tentuar A mo ti the tjetër sen. Jo pse nuk është zgjedh. Po ti them më kthy në shumë do të konjugca që të ndroni emrin e kandidatit për jepje një konsensusi, të cilin po i bën gjykata kushtetuese thirrje dhe po jep afa 30 ditë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe konstituimin e këtij institucioni. A jeni të gatshëm të lidhni koalicion marrëveshje për të siguruar votat e nevojshme? Kjo zotëri është lexim i gabueshëm i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Në asnjë paragraf nuk ekziston kjo se sa po e tha. Dhe shumë opinionistë pikërisht këtë edhe mbrëmë thanë. Ju lutem lexoni aktgjykimin. Jo, kjo ti merr përbes disa orë me lexuar. Nëse e ki kohën e mjaftueshme, ule lexoje dhe kërko nuk thot kanë gabu pse kanë kaluar në votim të shënt. Nuk ekziston ky interpretim. E thash duhet të merr epilog seanca 15 prillit. Duhet të merr epilog, edhe ne jemi zotëri që kanë gabuar kanë. Edhe ne jemi. Jo, veç pak. Duhet
Po, ju lutem. Albulena ka fjalën, unë i thash këto 3 konstatime. Obligimi është i gjithëve, votimi i fshet nuk është antikushtetues, ju lutem, nuk është antikushtetues. Vendimi i zotit Deharit nuk është antikushtetues, nuk është antikushtetues. Nëse e gjeni një paragraf ku në mënyrë eksplicite gjykata thotë gaboj në këtë pikë zoti Avni Dehari, do të kthejmë procedurat mrapa, atëherë në rregull, unë domethënë ja përgjithësi edhe faleminderit shumë që na tregu. Dhe e treta është që zgjedhja e kryetarit bashkë me nënkryetarit janë në reciprocitet. Janë reciprocitet. Këto 3 konstatime janë shumë të rëndësishme leximin tonë prej gjykatës kushtetuese. Albulen Rëna. Faleminderit Glauk, faleminderit gjithëve. Së pari ju ftoj që ta keni durimin për faktin se në vazhdimsi konferencat tona, kur janë 2 persona, së pari e përmbyllin fjalën ne pra në këtë rast, e pastaj e hapim për gazetarët. Jemi këtu, nuk do t'ikim askund, kemi folur në vazhdimsi për secilën çështje që ka qenë në interes të mediave. Glauku e përmendi detajisht ndoshta gjykimin e gjykatës kushtetuese, për faktin se siç e keni parë, ne mbrëm diku pas 11 vjetëve të mbrëmjes e kemi lëshuar komunikatën për media. Pra ne nuk jemi ngutur që të bëjmë deklarime politike mbi gjykimin e gjykatës kushtetuese, por siç e keni parë, komunikata e lëvizjes vetëvendosje është e bazuar në pika të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Për dallim prej komunikatave të subjekteve tjera politike, që janë deklarime politike, por jo të bazuara në gjykimin e gjykatës kushtetuese. Të nderuara gazetare, të nderuar gazetar, siç e kemi thënë në vazhdimsi, që nga dita e parë e seancës konstituive, lëvizja vetëvendosje ka dëshmuar vullnetin dhe i ka përmbushur të gjitha detyrimet me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra që nga 15 prilli, kur presidenti Osmani e ka ftuar sipas obligimit kushtetues seancën konstituive. Në përputhje me obligimet kushtetuese, lëvizja vetëvendosje më 19 prill ka bërë propozimin për kryetar të Kuvendit, pra bazuar edhe në të drejtën kushtetuese, por bazuar edhe në 2 gjykime të gjykatës kushtetuese. Edhe atë të vitit 2014, por edhe atë që është publikuar dje. Pra kjo e drejtë u konfirmua sërish që i takon partisë fituese. Gjatë gjithë kësaj kohe, ne kemi pasur rastin që dëgjojmë arsyet e opozitës mbi propozimin e lëvizjes vetëvendosje. Kanë qenë kryesisht që zonja Agjiu është përqarse dhe konfliktuoze. Pra si që keni parë, kanë thënë në vazhdimsi nuk bën Albulena Agjiu sepse është përqarse dhe konfliktuoze. Për mua, të qenit kryetare Kuvendit nuk është thjesht një detyrë institucionale, por një besim që kërkon pjekuri, përmbajtje dhe gatishmëri për t'i shërbyer të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës pa asnjë dallim. Gjatë rrugtimit tim politik, shumë prej jush e keni ndjekur, sepse kemi qenë bashkë, ne në atë kohë opozit, ju keni qenë po ashtu në detyrën e gazetarëve. Unë kam qenë deputete e opozitës 10 vite dhe ministre e drejtësisë për gati 5 vite. Pra, për gjatë gjithë këtij rrugtimi, unë nuk kam pasur ndonjëherë funksion apo pozit unifikuese, sepse t'jesh në opozit, natyrisht që kërkon ballafaqim. E sidomos koha kur ne kemi qenë opozit, kur jemi përballë, ju e dini me shumë marrëveshje të dëmshme për vendin. Por t'jesh kryetare Kuvendit është ndryshe, është krejtësisht ndryshe. Roli kryetares Kuvendit është krejt tjetër. Është funksion mbi parti, është detyrë mbi përplasjet, dhe është përgjegjësi që kërkon thjesht e drejtë, e panshme dhe përfaqësuese të gjithë deputetëve, pozit dhe opozit, dhe përfaqësuese e dinjitetshme e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, kryetari i Kuvendit është funksion që kërkon maturi, durim dhe kapacitet për dëgjuar edhe atëherë kur nuk pajtohesh. Pra, unë jam edhe dishme për këto përgjegjësi dhe edhe sot e ftoj sërish opozitën që të reflektojnë edhe tani pas gjykimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, shumë e rëndësishme, gjykimi i gjykatës nuk e ndalon votimin e fshehtë. Për këtë foli kryetari Konjufca,
Pra askund në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk thuhet se votimi i fshehtë bie ndesh me kushtetutën, po të ishte ashtu, do të shkruhej në dispozitiv. Ashtu si gjykata kushtetuese ka thënë që Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditëve, pra po të ishte votimi i fshehtë jo kushtetues, atëherë kjo do të shkruhej pikërisht këtu ku e ka vendin. Por përkundrazi pra, votimi i fshehtë parashihet si mundësi. E për votimin e fshehtë nevojitet që të themelohet komisioni përkatës. Aktgjykimi po ashtu e citon dhe vërteton pikën 128 nga aktgjykimi 26 gushtit të vitit 2014, i cili thotë se të gjithë deputetët duhet të votojnë në seancën për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për, kundër dhe abstenim. Prandaj, me rastin e votimit të fshehtë, kur votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka kërkuar edhe gjykata kushtetuese, ashtu siç ka obliguar edhe gjykata kushtetuese, nëse unë, si kandidate e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk i marr së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetare të Kuvendit. Faleminderit shumë. Unë jam zotri ku jam. Më falë. Po të më dukë që në drejtu, Jo nervoz te se kështë Nëse më lejohet, po pas ta interpretoj. po ti... Por pika 191 që bazuar në rregullat e Kuvendit dhe në disa anëne të Konstitutës së flasin për zgjedhjen e kryetarit, mandatin e deputetit dhe bazuar në praktikat e deri tani të parlamentarit për konstituimin e Kuvendit, brenda 30 ditëve duhet të përfundojë konstituimi. A keni me vazhdu sipas praktikave të drejtanishme që kanë qenë me votim të hapur, ka shtetutja apo me votimin e fshehtë? Edhe një pyetje nëse mundem, takimin e nesër në shërbimin nga Zukuputi, çka do të jetë ideja, propozimi i vendosjes para gjitha grupeve të tjera parlamentare? Sa i përket kësaj, çka do të ndodhë pas 30 ditëshit dhe si do të veprojmë ne tash do të veprojmë që do të Kuvendi përmes një vendimi t'ja jap një epilog votimit të fshehtë. Sepse në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk ka kurfar instruksioni i cili thotë që do të kthehemi dhe do të tërhiqemi prej votimit të fshehtë. Besoni, po të ishte votimi i fshehtë antikushtetues, eksplicite do të ishte gjykata kushtetuese. Nuk ka ma kollaj, se me interpretu një normë e cila është e shkruar e zeza në të barë. Nuk lejohet. Kur nuk lejohet, do të ktheheni atje ku është legjitime. Po gjykata kushtetuese nuk ka thënë kështu. Do ta lexoni saktë aktgjykimin. Kështu që ne do të sa i përket praktikat e drejtanishme që kanë qenë me votim të hapur. Dëgjoj, praktikat kanë qenë për shkak se ka funksionuar me të parën. Sepse i kam pas numrat. Po i kam pas, po i kam e sa i përket thotë se obligohet partia apo krahas propozimit për kandidatin për kryetar të Kuvendit, mi arrit edhe 61 votat ose me bë takime konsultative në këtë rast, që janë edhe pak a shumë me kompromis ose për me mund me gjetë një zgjidhje në këtë rast deri tash. Nuk ka zgjidhje, sepse në takimet që i keni këtu ose që i keni mbajtur anëzame këtë dogan, ju prapë keni insistuar në diçka që ata s'janë pajtuar në këtë pikë. Kështu që nashta nesër çka saktë, do ta duke ju referu këtij aktgjykimi, çka saktë doni me votu e tërë në partitë politike që ata mbajnë në qendrim, ju e keni qendrimin e ju. Po, pajtohem plotësisht me ju që në pikën e numrave, pra nga aspekti i numrave, gjykata kushtetuese ka dhënë udhëzimin e konsenzusit. Edhe diskutimeve, konsultimeve, sepse kjo është procedura normale në një demokraci. Ku nuk i ke numrat, do të t'i kërkosh ata, e për t'i kërkuar ata, do të ulesh dhe të bisedosh, apo jo? Po, pra. Kjo është sa i përket numrave. Sa i përket komisionit të fshehtë, nuk ka dhënë kurfar instruksionit që është antikushtetues.
Dhe me qenë se nuk është kështu, ne nuk mund të kthehemi në një votim për cilin jemi bindur që ka dështuar disa herë. Duhet të jepet një epilog kësaj ku jemi tash. Do të ishte pikërisht antikushtetuese me dalë prej kësaj rruge ku jemi tash. Të kthehemi diku ku te ke vërtetuar disa herë që me atë metodë nuk mund të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. E për t'ia shtuar edhe një tjetër, kryetari i lëvizjes, Albin Kurti, e ka marrë edhe këtë veprimin tjetër për herë të tretë, që edhe një herë të ulen me partitë politike dhe të arrijet kjo që the ti. Kompromisi, konsenzusi e kështu me radhë. Dhe s'pak se cilin nga një pyetje. A bën po. Në bazë të amendamentit dhe interpretimit të gjykatës ta përfundoj se e gjeta. Do të thotë seanca konstitutive, ato që thash më parë, seanca konstitutive e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e filluar me 15 prill 2025 nuk ka përfunduar. Dhe si rezultati mos zgjedhjes së kryetarit dhe kryetares apo kryetares së Kuvendit, e njëjta nuk është filluar në pajtim me dhe përcaktim me kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe si rrjedhoi në bazë të kësaj po thotë duhet të vazhdohet deri të gjendet një konsensus për konstituimin e Kuvendit brenda 30 ditësh. Po pikërisht. A do të vazhdojnë me vendosje me skenar për votim të fshet apo jo? Kjo është esenca. Së pari, të gjithë besoj po pajtohemi që Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të konstituohet sot, është dashur të konstituohet më 15 prill dhe nuk është dashur që të zvaritet kaq shumë, sepse besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi dhe të vazhdohet me votimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Nëse keni lexuar gjykimin e gjykatës kushtetuese, është i rëndësishëm po ashtu pika 185. Pra, është e rëndësishme pika 185 e këtij gjykimi. Sepse në këtë pikë, siç obligon lëvizjen vetëvendosje, pra në këtë rast partinë fituese, njësoj e obligon opozitën që në frymën e mirëbesimit dhe jo kompromisit, po konstruktivitetit. Pra në frymën e mirëbesimit dhe konstruktivitetit. Nëse dikush, atë që e përmendi kryetari Konjesa, nëse dikush shkon takim, edhe thotë s'ka Albulena Haxhiu dhe asnjë ministër tjetër nga kabineti qeveritar. Ky nuk është diskutim konstruktiv. Përkundrazi, këto çështje dhe këto qëndrime kanë për qëllim bllokimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajnë peng Kuvendin e Republikës së Kosovës, të nderuar gazetarë. Për sa i përket kushtetutës dhe rregullorës, gjykata kushtetuese ishte shumë e qartë. Nuk përcakton as votim të hapur, nuk përcakton as votim të fshehtë. Do me thënë, lejohen të dyja votimet. Pra, të dyja votimet janë të lejueshme. Gjykata ka bërë shumë qartë. Pra, edhe votimi i hapur, edhe votimi i fshehtë është i lejueshëm dhe praktikave të mëhershme. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka pafund praktika kur në një përzgjedhje ka shkuar në votim të fshehtë, e sidomos kur bëhet fjalë për emrat e përvetshëm. Sidomos jo për konstituim Kuvendit, sipas praktikave deri tanishme të Kuvendit, jo të konstituimit të Kuvendit, jo të konstituimit, praktikave të mëparshme, por është e rëndësishme që të lexohen të gjitha pikat dhe jo vetëm një të nxjerrët dhe të shkëputet, sepse pastaj nuk ka interpretim të drejtë. Pra, gjykata ka thënë në 2014 po ashtu, por e citon edhe një herë në gjykimin e sapo dalë. Gjykata në praktikën e saj gjyqësore, pra në konstituimin e Kuvendit të gjithë deputetët duhet jenë të pranishëm, kjo është teje e rëndësishme, dhe të votojnë si të dëshirojnë, në mënyrë të hapur ose të fshehtë, të votojnë për, kundër ose abstenim, dhe nuk mund të lirohen së vepruarit kështu. Është tepër e rëndësishme që të gjithë deputetët e Kuvendit ta kenë parasysh këtë. Nuk mund më të vazhdohet, nuk ka pas mundësi as me 15 prill, por sidomos jo dhe tash që me anë seancë, me qëndrun seancë, edhe me dalë pa votu për, pa votu kundër dhe pa abstenu. Prandaj, përderisa respektohet kushtetuta, çdo zgjidhje të zgjedhurve dhe njëkohësisht përfaqësuesve të popullit duhet respektuar. Kështu ka thënë gjykata kushtetuese në pikën 181. Zonja Gjion, një përgjithësim se po mendoj negativ kështu
ndoshta për shkak të volumit të madh. Okej. Jemi 191, tika 191 thotë që në praktikat e deri tanishme parlamentare për konstituimin e vendit, dhe jo kështu në përgjithësi për të vendit. Zoti Lëngu tha te çështja e votimit të fshehtë. Meqense kemi filluar me votim të hapur. Kemi kaluar në votim të fshehtë. Kjo shmangje procedurale, meqense kemi qenë kryetari të vendit, shmangje procedurale me sa ditë me kalu me vot. Jo, gjykata ka thënë që kjo s'respektohet. Gjykata ka thënë që s'vlejnë rregullat. Gjykata ka thënë që s'vlejnë rregullat të ndryshimi i rendit ditës edhe mocionet procedurale edhe një gjë. Referencë në 53 të rregullohet. Kështu e thot aktimi i gjykatës. 178. Edhe një gjë. 6 herë e përmendi edhe kryetari Konjukca. 6 herë kryesuesi i seancës e ka vendosur propozimin e vet vendosjes në votim. Pra 6 herë. Dhe kur e ka pa që nuk po votohet, atëherë ka propozu që të votohet fshehtë. Pra, gjitha mënyrat me qëllim të konstituimit të vendit. Ka dalë shpak, por nani asnjë pyetje nuk e keni lënë me vot. Kjo është e pa precedent. Ama zakonisht kjo gjithmonë arrin me bo pyetje. Edhe e meriton. Edhe e meriton. Përveç që ju ka dhënë drejtën me propozu kandidatit të vendit, edhe ju obligon me sigurumura. Votimi i fshehtë, do thotë deri tash nuk është se ka funksionuar. Si partia e parë që e keni të drejtën me sigurumura, çka do të jetë propozimi konkret, qoftë nesër në takim, propozim konkret, do thotë a do të çka është konkretisht për me e të kaluar këtë krizë. A mund e veç me plotësu të shpakë. Në fillim fole si të Konjukca dhe tha që kryesuesi i seancës se ka thonë që nuk po funksionon me votimin e hapur, ka kaluar në propozimin për formimin e komisionit për votimin e fshehtë. Por votimi i fshehtë nuk ka funksionuar tash për 30 herë të tjera. A ka mundësi në votimin e hapur? Problemi është që do t'ja japim një epilog votimit të fshehtë. Votimi i fshehtë ose do të hedhet poshtë me vot mund të më hedh poshtë. Ky është ndoshta dallimi prej votimit kur është rasti për Albulenën. Se votimi i hapur nuk futet në rang ditës, votimi i fshehtë po se po duhet të informojë një komision që është zhvilluar ata. Po, dhe në këtë rast ne mendojmë që principi i gjykatës kur ka thonë të gjithë duhet të votojnë, ne ma mërmendja që i obligon deputetët edhe në çët pikë ku jemi. Nuk i detyron ata vetëm me votu kur është në pyetje Albulena që ka dalë përpara deputetëve për mu zgjedh. Po ata në çdo rast duhet të votojnë. Për shembull edhe kur është rasti i mandatit verifikimeve, apo ju kujtohet, edhe në atë rast ata duhet të votonin. Dhe e kuptuan ma vonë që duhet të votonin, edhe e përmirësuan atë. Po e njëjtën jemi edhe te votimi i fshehtë. Nuk mund të lirohen nga të vepruarit kështu, thotë gjykata. Nuk mund të lirohen nga të vepruarit kështu. Ose duhet të murxu ky komision, me thonë nuk arriti mu konstituu, edhe vazhdojna me të hapurin, ose duhet me pa suksesaj, edhe duhet mu votu Albulena në mënyrë të msheftë. Edhe kjo ma shumë nuk ka çka bën. Kjo thanë nëse nuk i marr votat, unë e lëshoj rrugë, edhe votuat tjetër kush. S'pe kuptoj ma shumë çka. Tash nesër, na nuk mund të zbulojmë nesër krejt ato çka komi thonë Albin Kurti, kryetari Albin Kurti aty në... Se atëherë ja humbim krejt befasin atë takimit nesër. Urdhon. Andere shumë mas një orë kështë diskutu. Nuk është të diskutu, po mendoj një pikë tjetër që nuk është morë pjesë more në votim. Dhe po mendoj që pjesa më... Po kjo është e rëndësishmja. Po mendoj që është një pjesë me podhe në këtë pjesën tjetër, si e shini si vetë vendosje, pjesën në cilën edhe në fillim nuk është votuar për verifikimin e mandateve, por edhe pjesa tjetër vazhdimisht ju keni kërkuar edhe takim me Ligën Demokratike të Kosovës, por edhe me parti tjera dhe çështje tjetër po nuk është janë refuzuar. Edhe e shohim pra pjesën tjetër të mos votimit, fare për propozuesin e kryetarit të vendit Albin Haxhi. Faleminderit Venha. Na e përmendëm që
që nga 15 prilli, kur deputetët e opozitës nuk votonin për verifikimin e mandateve, pra si që përmendi po ashtu Glauku, që nuk votuan për mandatet e tyre, ne kemi thënë që janë në kundërshtim me gjykimin e vitit 2014. Sepse gjykata kushtetuese kishte thënë që në seancën konstituive të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet votojnë për, kundër dhe abstenim. Dhe ne përveç që kemi konsideruar që kjo është sjellje pa përgjithshme politike, kemi theksuar që është edhe shkelje e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Por aktgjykimi i djeshëm ka referenca edhe në aktgjykimin e vitit 2014. Pra gjykata sërish kërkon nga gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojnë për, kundër dhe abstenim. Ne asnjëherë s'kemi thënë që duhet të votojnë për. Asnjëherë. Sot edhe mund ta rrëzojnë komisionin për me votë, sepse përndryshe sjellja e tyre është e papërgjegjshme dhe me ardhmë kuvend edhe thjesht mos me bo asgjë, nuk është në përgjithsinë e deputetit, është në kundërshtim të plot me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Faleminderit shumë, do të kemi edhe paraqitje tjera dhe shihemi në konferenca tjera.